إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu dhe Xhaleshanuhu. Atë e falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selame këtë ditë e bekuar të xhumas i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhamedit alayhi salam, paqja, mëshira dhe begatit e Allahut të Dhul-Xhelal qofshin mbi ta. Dhe se të ndershëm besimtar, sot në këtë ditë të bekuar do të mundohemi që të shpjegojmë emrin e bukur të Allahu Xhaleshanuhu, As-Sabur, i cili emër është edhe emri i fundit prej emrave të bukur të Allahu Xhaleshanuhu. Me këtë ne e përfundojmë ciklin e ligjëratave me emrat e bukur të Allahu Xhaleshanuhu që i kemi pas mrena këtyre 2 viteve. Emri i bukur i Allahu Xhaleshanuhu As-Sabur në gjuhën tonë kuptimin e ka durimtari. Është Allahu Xhaleshanuhu ai i cili nuk shpejton me dënim, por shikon, pret, vonon, e megjithatë ndëshkimin e tij nuk mund të shmangët askush që e ka mohu dritën e Allahu Xhaleshanuhu dhe udhëzimin e Allahu Xhaleshanuhu. As-Sabur, durimtari, duke zotëru durimin e jashtëzakonshëm, ai nuk nxiton ta ndëshkoje ata që nuk i binden. Në një kuptim xhan, do me thonë durimtar, ai që ka butësi dhe durim të madh, ai që nuk nxiton të hakmerret ndaj atyre që nuk i binden, ai që e vënon dënimin, ai që nuk bën asgjë për afatit, ai që bën gjithçka në kohën e tij. Durimtari shpërblehet gjithmonë nga i madhi Zot, atij i qofshmi fal. Emri i bukur i Allahu Xhaleshanuhu As-Sabur, durimtari, është përmend disa herë në Kur'anin famullar. Mesin e tyre do të përmendi ajetin e surës At-Tariq ku Allahu Xhaleshanuhu thotë: "Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida." Kështu që ju jep afat jo besimtarve, me rubut me ta për pak kohë, për pak qaste. Në përmet këtij ajeti kuranor, Allahu Xhaleshanuhu i urdhnon besimtarët e besimit islam që të jenë të durueshëm, të jenë sabërli kur i godet kaderi Allahu Xhaleshanuhu, caktimi Allahu Xhaleshanuhu, kur nuk kanë mundësi ta largojnë keqen dhe kur përballen me joshjet e shumta të kësaj bote. Gjithashtu në surën Ali Imran, ajeti 146, Allahu Xhaleshanuhu thotë: "Wallahu yuhibbu s-sabirin." Allahu i don durimtarët. Çdo njeriu që i është bë ndonjë padrejti, le ta sjellë ndërmend faktin se Allahu Xhaleshanuhu është pranë tij. Allahu Xhaleshanuhu është hollësisht i njohur për gjendjen e robit të tij dhe mundet t'ja largojë keqen dhe dëmin që i ka rënë. Për Allahu Xhaleshanuhu asgjë nuk është e pamundshme, kështu që duhet bëjmë durim dhe shpresat tona t'i marrim vetëm tek Allahu Xhaleshanuhu. Prej faktorëve që ndihmojnë njeriu të jetë i durueshëm, të jetë sabërli kundrejt problemeve, kundrejt shqetësimeve, kundrejt dëmeve që i shkaktojnë të tjerët, do t'i mjafton të fakti se Allahu Xhaleshanuhu
shumë mirë, po thot, Allahu është me sabërlit. Allahu xhaleshanu është më dërimtar. Kur ne bëjmë durim, ta kemi bindjen se e kemi krijuesin me veti. Çdo krijesë e cila mundohet me na bë dëm, kur ta kemi bindjen se e kemi krijuesin me veti, atëherë na ja kemi arrit qëllimit në jetën tonë të përditshme. Allahu xhaleshanuhu thot në surën Al-Anfal ajeti 46: "Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." Bën durim, bën sabër, se vërtet Allahu xhaleshanuhu është me sabërlit, është me durimtarët. Allahu xhaleshanuhu i përkrata, Allahu xhaleshanuhu është me ta. Mirë po paraprakisht kërkon prej neve që qemi durimtar, kërkon prej neve që qemi sabërli. E kur ne jemi sabërli, kur ne jemi durimtar, Allahu Dhul Gjelal është me neve. Në surën Nahl ajeti 127 Allahu xhaleshanuhu thot: "Wasbir wa ma sabraka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi daykin mimma yamkurun." Pra, t'jesh i durueshëm, durimi yt është vetëm në ndihmën e Allahu xhaleshanuhu. Çdo mend se Allahu xhaleshanuhu dhimbjet tona, mirimin ton, ne e kompenzon me besim, me forcë, me nder e kështu me radhë. Gjithashtu vëllezër të ndershëm besimtar, durimtarët, sabërlit, shkojnë në xhenet pa dhënë llogari. Ne të gjithë e besojmë ditës së ahiretit, ditë në të cilën do të dalmi para madhërisë së Allahu xhaleshanuhu. Dhe secili prej nesh kena me dhënë llogari para Zotit xhaleshanuhu. Transmetohet se kur Allahu xhaleshanuhu do t'i tu bën njerëzit për me dhënë llogari në ditën e Kiametit, ka me thirr një thirrës i cili do thotë: ku janë sabërlit, ku janë durimtarët? Ata kanë me hinë xhenet pa dhënë llogari. Një pjesë e turmës së njerëzve paraqitet, e ata i takojnë me laçet e Allahu xhaleshanuhu, të cilët ju drejtohen dhe ju thojnë: o bita Ademit alayhis salam, ku jeni nis kështu, ku jeni të shku kështu? Ata sabërlit, durimtarët i drejtohen dhe i thojnë se jena të shku në xhenet. Melekët do t'i drejtohen dhe do t'i thojnë: po hala nuk ka fillu llogaria, ju nuk keni dhënë llogari, si po shkojni në xhenet. Atëherë i drejtohen këto melekët qeve dhe i thojnë: po, vërtet nuk ka fillu llogaria. Melekët i drejtohen dhe i thojnë se kush jeni ju, që po dojni me shku pa llogari në xhenet. Sabërlit, durimtarët i drejtohen melekëve dhe ju thonë se na jemi durimtarët. Melekët përsëri kanë me i vetën se çka keni duru ju, çfarë sabri keni bën ju, cili është ai moment që ju pe e quajni vetën sabërlit, durimtar. Sabërlit do t'i drejtohen melekëve dhe do t'i thonë: ne kemi duru për me i kri të gjitha urnat e Allahu xhaleshanuhu, kemi duru për mos me bë gjunahe dhe me ju rujtën harameve që ne ka caktu Allahu xhaleshanuhu. Atëherë melekët i drejtohen dhe ju thonë: ju jeni ata për të cilët është thanë, hyni në xhenet se nuk ka shpërblim më të mirë për vepruesit e tillë. Këtë argumenton ajeti kuranor i surës Az-Zumar, ajeti 10, ku Allahu xhaleshanuhu thot: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Vërtet, sabërlit, durimtarët kanë mu shpërbli pa llogari, pa hesab. Shpërblime kanë me pas pa hesab. Gjithashtu vëllezër të ndershëm besimtar, transmetohet se ne jemi mësu shpesh herë në jetën tonë, për diç me ankohemi. Një njeri varfër shkon të në dietar, të një alim, ankohet sa është fukara. Dietari i drejtohet dhe i thot se a kishte dash që t'i kishe
pasojmë 10.000 dirhem ose 10.000 euro për me qenë i verbër pasi. I drejtohet ki fukaraj, thot me siguri se jo. Djetari i drejtohet për sëri dhe i thot do të kishe dash që të kishe 10.000 euro e të kishe qenë shurth pa vesh. Për sëri përgjigja ishte se jo. Djetari i thot do të kishe dash që të kishe 10.000 euro e të kishe qenë pa dur. Përgjigja ishte jo. Djetari i thot a do të kishe dash të kishe 10.000 euro e të kishe qenë pa kam. Përgjigja ishte jo. Djetari i thot a do të kishe dash që të kishe pas 10.000 euro e të kishe qenë pa men. Përsëri përgjigja është jo. Atëherë djetari i thot a nuk po vjen mare, as po kje turp, ta në kohë është tek Allah Gjeleshanuhu, kur ti ke bagatin trup, që vlejnë ma shumë se parja, ma shumë se dërhemi, ma shumë se gjithë pasënia të cilën mund është me e pas. Dhe shpesher na, shneti tullë s'ja di. Shpesher na, vëllezër të ndershëm besimtar, jemi nga robrit të cilët e harrojmë begatin më të madhe shëndetin që ne ka dhonë krijuesi jon Allahu Dhul Xhelal. Atëherë njeriu shkoi duke falendëruar Allahun Xheleshanuhu për gjitha të mirat që ja ka dhënë dhe harroi fukarallëkin e vet. Kështu do t'i perceptojmë gjana ato vëllezër të ndershëm besimtar. Kështu do t'i mormi jetën tonë për diçme punë, mos jemi nga ata të cilët e mohojmë ose i mohojmë begatit e Zotit Xheleshanuhu. Mos bëhemi nga ata të cilët si ti kemi vetëm të parja. Ju e dini o vëllezër të ndershëm besimtar, jemi në atë kohë në të cilën vlerësa të pash as parja o vëllezër. O metëm ditë e natë të punu, o metëm ditë e natë të morë, o metëm ditë e natë të e lodhë vetë vetëm mas pareve, kur ven akshami, kur gjosën banëm. Kur ven funi mujtë, kur gjosën banëm. Babalar tonë, nanat tona, gjishrit tonë, vëllezër të ndershëm besimtarja kanë ditë kimet, edhe një bukë që e ka qëmë të shpia. 15 antari ka posë shpi, 20 antari ka posë shpi. Ama a koni bindëm se rëskin e ka caktu Zoti. Neve na mungon kjo bindje, o vëllezër të ndershëm besimtarja. Me thras kanë herin një të morë, i paknaqët. Kujdes vëllezër të ndershëm besimtarja, sepse këtë begati të cilin e kimi ndur tona shumë shpejt, mund në i more Zotit, se gjonave të cilët nuk ja u din vlerën, largohën, hekën, që ditëm i nesër se si në i murë Zotit, po i merë, sepse jemi robë jo falenderus, nuk ja dim kimetin sinit ton, nuk ja dim kimetin veshit ton, nuk ja dim kimetin mendjes ton, nuk ja dim kimetin dorës ton, nuk ja dim kimetin kamve tona, nuk ja dim kimetin familjes ton, nuk ja dim kimetin babës ton, nuk ja dim kimetin nanës ton, nuk ja dim kimetin në vladit ton. Po ti merë Zotë, po ti merë, se je rob jo falenderus, të begati o vëllezër të ndershëm besimtarë që i kemi pas asë njëherë. Andaj, kujdes, pak ta kontrollojnë vetë vetën tonë, sepse nesër ndoshta bëhet vonë. Nesër do ta kërkojmë babën, vonë. Do ta kërkojmë nanën, vonë. Do ta kërkojmë pasonin për të cilën po e lëmë edhe namazin, edhe Ramazanin, edhe haxhin, edhe zeqatin, por do t'jetë vonë. Andaj, kujdes, sa të kemi mundësi vëllezër të ndershëm besimtarë. Për i fryteve të besimit në emrin e bukur të Allahu Xheleshanuhu, sabur durimtari, është se besimtari mëson se si duhet bati durushëm në sprova. Besimtari, kur ka sprova, ban durim. Sprovat i kalon me durim me sabër. Pastaj besimtari, asnjëherë s'duhet ta humbe shpresën në rahmetin e Allahu Xheleshanuhu. Besimtari nuk do të jetë nga ata të cilët e humb shpresën, sepse rahmeti Allahu Xheleshanuhu është shumë i madh vëllezër të ndershëm besimtarë. Besimtari s'do mend se gabon, besimtari s'do mend se ka gjunahe, besimtari s'do mend se mëkaton gjatë jetës së tij, por pendohet shpejt sepse Allahu Xheleshanuhu ja le hartë derën e kthimit, derën e pendimit. Besimtari sillet me butësi dhe përmbajtje ndaj njerëzve. Nuk do të jemi nga ata të cilët e bojnë krijen tek u vëllezër.
Ka mos marrëveshje, në familje ka mos marrëveshje. E jo mon mahallën, lagje ku jemi të përzi. E qka që tash të avnoj kryin, te kone që sot që të thome dhe s'ka. Tu vërtetohet imani jotë, tu vërtetohet besimi jotë, se shpesh herë ne mendojmë se besimi jonë është veç në xhami. Na besimtarë duhet të jemi vetëm në xhami. Na fejën ta kemi vetëm në xhami. O vëllezër të ndershëm besimtarë. Na nëse nuk e kuptojmë si duhet islamin që ta praktikojmë jashtë murave të xhamisë, s'kemi kuptuar kur gjë. Nuk e kemi kuptuar islamin në vërtet. Na do më thonë vetëm si mituar formalisht. Tu nejtën kijam, tu shku në ruqua, tu shku në sejde. Imani jonë fillon jashtë. Ka alë puna, i zonë me një kojshi, i zonë me një katunar. A ti ka zot imani jotë. A ti ka zot besimi jotë. Jo krinë me bojë të sonë, bojnë edhe s'ka. A krenaria e madhe, se ti e ki botën, e ki morë edhe ti të e majtë botën. Mësë më konë ti bota se egziston. Jo, lajdashë, kjo të egon imanin e do të mos thonë, mos shkoj në ekstrem pa imanin tanë. Besimtari, edhe kur ngatrohet dhe njëherë, nuk thonë mos më ngatru, se pjesë i jetës është edhe ngatresa. E nalë vetë vetën pak. Pastaj, besimtari, durimin e përdor si qëllim për me realizu qëllimet e veta njëtë, pa durim, ti nuk mundesh edhe me jetu o vëllezër të ndershëm besimtar. Pa durim nuk falet as namazi, pa durim nuk agjerohet as Ramazani, pa durim nuk krijet as haxhi, e din ata që janë konë në haxh. Shumë sabër do të me pas atje. Nëse do, me shiju knatësinë e haxhit, a nëse do me shku edhe me ardh, ajo aty shka tjetër, se secili sipas njetit e ka punën e vet. Pastaj du tjetë durimi që në momentin e parë, nëse në trondit vëllezër të ndershëm besimtar, neve, një sprovë, ne du t'jemi ata të cilët momentin e parë bëjmë durim. Shpesh herë në ka rasti me shpjegu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili në një rast shkoi në vizitë tek varrezat edhe e pa një nanë e cila ishte e mërzitur për vdekjen e djalit të saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pasi ishte shumë e mërzitshme dhe i njeh gjegat se si ka shku djali në ahiret, si ka vdekën djali. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu dhe i tha nana filanit, ban sabër, ban durim. Ajo çfarë shtepër, domethënë ishte mërzit, sa që e kishte taj kalu vetën e vet, i thot hik mu qafës, kush je ti mu me mësue. Shpesh herë ndodhe dhe në jetën tonë përditshme. Nuk i pranem këshilla të vëllezër të ndershëm besimtar. Shpesh herë ndodh që ama kush je ti me më kallëzu mu. Ti atër hek vërejtje në dioti që ta falmi namazin. Një njërë që të thirë namaz, ma e men që këta vllai dashur, si do mos ju të rritë. Një njërë që të thirë namaz me falë. Ta di se qaj ta do të mirën tonë, qaj ta do ahiretin tanë, qaj do me të shpëtu në ahiret. Nësë ban nga ata të cilët e refuzojnë, nëse i thënë që i ki hoxha po falke. Ju kujtoni se hoxh bosh që të falesh. Jo, vllai dashur, jo. E namazin i kemi bërç. Dhe çka ndodhi, i kallëzon asaj nanës se e refuzove me fjalë shumë të rënda pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U çu dhe u kthi, shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha, "Më fal ja Rasulullah, se parzët nuk u sjella mirë me ti." Çka i tha pejgamberi alaihi salam? Vetëm një fjalë. Sabri është në goditjen e parë. Kur të godit në një musibet, atëherë bëj sabër. Masa mas këtë bëjnë sabër, ama në momentin e parë, kur merr vesh për vdekje, për humbje, për lloj tragjedie që na ndodh jetën tonë për ditëshëm, ose çfarë do lloj musibeti që na ndodh, atëherë do të bëjmë sabër. Ose mas ditën ditë, 13 ditë, 14 ditë, vetëm se fillojmë të jetojmë atë lloj musibeti që na ndodh në jetën tonë të përditshme. Vëllezër të ndershëm besimtar, bashkërisht të lutim Allahun xhaleshanuhu që jemi nga ata të cilët i kuptojnë mirë emrat e bukur të Allahut xhaleshanuhu. Bashkërisht të lutim Allahun xhaleshanuhu që ky emri i fundit të cilën sot e shpjegojmë këtë shkak, që ne ta kuptojmë mirë dhe ta zbatojmë jetën tonë të përditshme
ta lusim Allahun xhaleshanuhu edhe me këtë emër të bukur të tij, ta stolisim imanin ton, edhe me këtë emër bukur të tij, dhe Zoti xhaleshanuhu që qimi nga ata të cilët vazhdimisht veprojmë, punojmë punë të mira, largohemi nga punë të liga, ata të cilët kanë shku para neve në ahiret, Allahu xhaleshanuhu i mëshiroft. Edhe sot e kemi një rast të vdekje, bashkarisht e lusim Allahu xhaleshanuhu që gjithë ata që kanë shku para neve, Allahu xhaleshanuhu t'i mëshiron, po edhe këtë që sot e përcjellim, Allahu xhaleshanuhu ta mëshiron me mëshirën e tij të pakufishme. Elhamdulillahi rabbil alamin. إلهي وخلاقي